Islami dhe pavarësia individuale. Kërkesa për pavarësi individuale lind nga thellësia e qenies së njeriut. Kjo dëshirë e natyrshme mund të realizohet vetëm kur mënyra e të sjelljes të njeriut dhe qasja e tij është e bazuar në këtë prirje. Burimin e të gjitha sjelljeve njerëzore, Islami e shikon nga pikpamja e të qenit i shëndetshëm. Ai jo vetëm që nuk kërkon të shtyp dëshirat e vërteta të brendshme të njeriut, por as nuk beson në frenimin e shfaqjen e tyre në ndërgjegjen e vet. Prandaj, ai i përdor për hir të ngritjes morale të njeriut dhe lartësimit të tij drejt majave dhe qëllimeve njerëzore. Ai tregon vëmendje të njehershme ndaj dëshirave dinamike, si ndaj parimit që mund të kontrollojë dhe të disiplinojë këto dëshira të forta. Me një vështrim të tillë, të gjerë, është e mundur të realizojë një gjendje të shëndosh në psikikën e cila është e ekuilibruar në të gjitha aspektet, kështu që secili nga nxitjet dhe aftësitë e tij vë në punë si duhet, duke i krijuar mundësinë njeriu të lartësohet drejt perfeksionit me hapa të qëndrueshëm. Ai mund të harxojë energji të akumuluara në vetvete për të siguruar qëllimet bazë në jetë dhe për të arritur në stacionin më të shquar e më sublim që është i vlefshëm për një qenie njerëzore të vërtet. Dëshira për të pasur përparim është një aspirat njerëzore, sidoqoftë duke qenë se ai ka fuqi të kufizuara, e ka të pamundur të harxojë të gjitha energjitë e tij në arritjen e qëllimeve bazë, ndërsa është duke zotëruar ende kapacitetet për të kryer udhëtimin drejt lartësive për përsosjen morale të tij dhe të vendos një marrëdhënie me botën më të lartë. Për këdhelje e vazhdueshme e motiveve të pandershme dhe degeneruese dhe plotësimin e nevojave të tyre është faktori kryesor për shkatërimin njerëzor. Në një gjendje të tillë do të ishte më e vështirë për një person për të pasur aftësinë për të vepruar në një mënyrë të dobishme dhe në vetëngritjen morale. Në mënyrë që të kapërcej të gjitha pengesat që gjenden në rrugë, Islami përgatit dëshirën e njeriut për të bërë një qenie pozitive, kështu që ai mund të mbetet i fortë dhe i qëndrueshëm në balë të situatave dhe ngjarjeve shkatrimtare dhe të kapërcej çdo problem nëpërmjet një lufte e përpjekjeje të pandërprer kundër pengesave dhe të qëndrojë patundur në përballjen me individ të ndryshëm. Kështu zhvillohet guximi dhe vendosmëria dhe njeriu arrin të zotrojë një fuqi të mrekullueshme dhe të paçmueshme. Pavarësia dhe dinjiteti i njeriu qëndron në përballimin e luftës dhe përpjekjeve të jetës me guxim dhe qëndresë në zgjidhjen e problemeve të saj duke qenë i sigurt në vetvete. Ky qëllim mund të realizohet vetëm kur njeriu mund të qëndrojë në këmbët e veta me të gjithë fuqinë e tij, duke siguruar lumturinë materiale dhe shpirtërore. Imam Aliu, udhëheqësi i besimtarëve, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Një njeri që lartëson vullnetin e tij dhe arrin në shkallën më të lartë të tij, konsiderohet si dikush që ja vlen të lavdërohet dhe të nderohet nga të gjitha kombet. Një individi që i mungon vetbesimi dhe pavarësia personale është i prirur për të gjetur ngushëllim që ta mbrojë atë nga vështirësitë e jetës, ashtu si një bim kacavjerse që me degëzat e saj të buta dhe delikate kacaviret duke u rrotulluar në pemën e lartë të lisit për t'u siguruar dhe mbrojtur nga errërat dhe peripecit e motit në hijen e fuqisë së tij. Një frym negative mund të kthehet gjithashtu në një skllavërim poshtërues për një individ të fuqishëm dhe po të ishte se dikush do të poshtëronte veten në atë mas, ai do të shkatronte tërësisht personalitetin e vet dhe do të humbiste forcën për të drejtuar problemet. Ai do të ndëshkohej, duke qenë përherë një ndjekës dhe jo një drejtues apo zoti i vetvetes, pavarësisë dhe lirisë së tij. Dhe përderisa një gjendje shpirtërore e tillë e rrëson qenien e tij, do të jetë e pamundur për të fituar dinjitetin njerëzor. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Ju do të ndiheni i poshtëruar në lidhje me atë me cilin ju bëheni i varur."